vitet 90, ashtu si në gjithë botën, edhe në Kosovë po sillnin rryma të reja muzikore. Njërin nga ata që erdhi suksesshëm, vazhdon të jetë i tillë edhe sot e kësaj dite, dhe tepër i veçantë do të vi së bashku me një kolegen e tij që të ndajë këtë çmim. Edhe ajo kolege në ato vite të sjelljes, të prurjeve të reja muzikore, po heste suksesshëm në botën e muzikës, bile duke bashkëpunuar edhe me grupet legjendare të rockut shqiptar, kosovar. Zona e Zotri, ftoi në skenë Ganimeta Abazin dhe MC Beken. Skena për ju. Ganimeta po vi po të marrë. Naimi u ma asistu se une. Naim kom për merë? Naim falë veç pak. Kom për merë? Ma se 100 vjetori. Me pak Naimit. 100 vjetori mas qarimit. Prit. Me festu pak. Bek, hajde pi dëgjojmë na dy. Asni problem, asni frikë, shumë siguri. A ka kompani sigurime shtu? A po. Skena për ju. Ganën se pas ta po moti, gani s'pas kënë rru. Njëjta pas ka mirë. Zoja Zotri, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. E di që ka qenë tasku shumë i rëndësishëm, qysh mu vesh kuq e zi. A ka ma kuq e zi se që kjo. Vazhdojmë me nominimet. Best R&B. Okej, fituesi është një person që ka ardhur me aeroplan dje me mu. Po kush tjetër? Tuna! Qëtë mikrofon e keni bu për Bekën, po jo për mu, kështu që s'pat nevoj. S'kam shtik la une. A më ndrejtë mirë. Kjo ke kun shumë diske, Falenderit shumë, unë sinqerisht e prita, normal që e prita. E po ata një fjalim, falni që pja u këthej shpinën. E po ata një fjalim, po më ka dollë piqtuit letra, se e kom veç 4 sekonda memorien, këto e kom cik shumë herë. Kështu që i thira këta djemt me më një mund qofë se dikon e haroj. Falimderit shumë, Big Bang, cilin me nëzje e mora me vete sonte këtu për me më një mund. Njeri cilin ka merit ma të madhe për senin i asaj, Intermedia, përfaqësues të Intermedias, një duar tërkitje shumë të madhe cilët e realizum videoklipin e shumë diskutum për publikun, gjithsesi merita është e juja për këta. Vigan Bardhin, Keos, kanë mos pe harojnë a i kanë, Niko Komani, Kacin, Armendin, Voker, Tunën, Mamin, Babin, Krejt Meren, ka dhe shumë tjerë. Harova në kanë? Okej, Big Bang e ka fjallën, besoni që shumë e kom lutë për qëtë senë. Faleminderit për çmimin, kisha dashur veç me përmend edhe një herë krejt bashkëpunëtor që kanë kontribuar në këtë projekt për Tunën, Vigan Bardhin që ka shkruar tekstin edhe melodinë, Çekiçin, që s'dej. Çekiçi Mustaroj, Vjosa Angel, bla 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 dhe kush tjetër. Intermedian edhe krejt fansat. Faleminderit shumë edhe krejt fansave cilët e kanë suportu senin i asaj i cili ka bu 4 milion klikime. Faleminderit shumë nga zemra për krejt juve. Faleminderit. Me emret e Intermedias, unë i falenderoj. Në fakt Tuna i tha krejt, s'kom qa vazhdoj ma. Faleminderit Zhurma Show, faleminderit publiku për këtë natë kaq mirë.